Kur studion gazetari, gjithmonë ta mësojnë që kryetitu i dalin për lajmeve të këqija, po një platformë si Katror e ka shem këtë teori edhe ka ardhur veç me lajme të mira, me të mirë se erdhe. Gili, faleminderit shumë për ftesën edhe shfrytëzoj rastin me ju falenderu edhe këtu në studio, në PR Zone, që na bot pjesë të një eventi kaq madhështor ku synimi kryesor është më u bë bashkë krij komuniteti i biznesit. Për më dalë të pyetja dhe konstatimi juaj. A mund të bëhet gazetari me lajme të mira? Saktësisht që aty po du me dalë edhe kështu është puna. Krejt e kena mësu edhe rrugës edhe në fakultet edhe gjatë studime edhe ashtu që paka shumë ai lajmi keq është lajmi mirë në sensin që shpërndahet më shumë ose njerëzit kanë më shumë interesim e tjera, po që që thatë edhe ju, me Katrorin e kena vërtetu që edhe lajmi i mirë është lajmi i mirë. Edhe kjo ka ardhur si kërkesë e kohës në dy aspekte. Katrori ka ardhur si platformë mediale, si media online me njëherë mas pandemisë, ku krejt e dim me çka jena ballafaqur në atë periudhë, me ato lockdown, me ato kufizime që i kena pas, me luftën që kena pas secili për me mujt me te kalu me ma pak pasoja atë sfidë globale. Edhe njëjtën kohë sot të rinjt, veçanërisht të rinjt, shumë pak shohin lajme, shumë pak shohin televizion, shumë pak lexojnë artikuj e lajme negative, edhe sensi është gjithmonë me shtu diçka prej aspektit pozitiv ose kisha me thonë të asaj që është bright side edhe me mujt me marrë një farë impakti pak ma pozitiv për dishmërinë e tyre. A u mirëprit kjo platformë edhe sa po lexojnë lajme të tilla, cilat në njërin anë edhe të bëjnë mundi pak më mirë, edhe na largojnë pak prej kronikës zezë. Gili, shumë interesant. Unë e pata përgadit Katrorin qershor të vitit 2022. Edhe të qenë vetë për 23 vite në regjit lajmeve dhe i bombardu me atë dinamikën e lajmeve negative dhe ashtu, gjithmonë në regjit televizive të mainstream media, edhe kisha hezitimet e mija a me fillu ajo. Edhe kisha përgadit platformën, webin ton, edhe social media, kanalet i kisha qelë krejt i kisha bogati, edhe prisha momentin më të mirë për me fillu. Deri në datën 20 shtator 2022, kur thash, unë duna me qitë platformën live, edhe të shofim që shpoj presin njerëzit. Gjatë saj periude, prej qershorit dhe në shtator, unë e kam bisedu me meqe, me dashamir, me njerëz të afërm, krejt kanë qenë shumë skeptik, kush ka me lezu, kush lexon lajmet mira, a kena na lajmet mira, pse do të me lezu diçka që s'ka politik, e tjera. Edhe koha e ka vërtetu, e ka dëshmu që jo vetëm se lexojnë shqiptarët, kosovarët, jo vetëm që lexojnë, po kanë një interesim tepër të madh, jashtëzakonshëm për artikuj edhe informues në aspektin e të verifikuar me fakte e tjera, po edhe të kësaj që apëqu ju në bright side, të aspektit të mendumit pozitiv, në sensin e të lexumit pozitiv të ngjarjeve edhe aktiviteteve pozitiv, që ka një farë impakti pozitiv, edhe këtu të na edhe rajon edhe global i kisha me thonë. Etash, kjo në një farë forme na ka dhënë edhe neve një farë motivi që mos mu nal, se tash jemi në vitin e tretë edhe vazhdimisht do me thonë se i shohim numrat, gjithmonë trendi është në rritje, sikur në aspektin e users që vinë në web, sikur në aspektin e leximeve që bëhen platformë, sikur në aspektin e views apo shikimeve që bëhen në për platformat tona online gjithandej. Po ndaj një detaj të vogël, në vitin 2023 është miki imi, njës i madh i muzikës, Mahiri jeton në Prag, edhe e kisha ftu për me fillu me shkrujt artikuj për muzikën. Edhe të bojmë pak ato review-t për albumet, muzicianët të ndryshëm e tjera. Edhe Mahiri kishte një farë hezitimi pak, po hajde thash ta fillojmë se më duhet pak me jap kredibilitet medias tonë dhe ashtu. Edhe po du me da një pjesë me juve, shifet edhe në web, çdo javë, artikull ma i lexuar, një për artikull ma të lexuar është një review e muzikës, që i kushtohet kryesisht një
bendit viteve 70 ose 80 ose 90, një këngëtarit minjor, një albumi që ka pas një fal impakt në shoqëri, e tjera. Pra lexojnë vazhdimisht kosovarët, lexojnë shumë edhe lexojnë artikuj edhe marrin informata që besoj unë të rëndësishme për jetën e tyne, qoftë për me ndrejq pak atë vibe-in me bo ma pozitiv, qoftë për me marrë një huri pak ma të përgjithshme, po pse jo edhe me këshyrë që ka ndihmon diçka jetës tyne, xhepit tyne, domethënë në çet sens vazhdimisht njerëzit kanë kurreshti për me lexu ma shumë, edhe kjo po më kënaqë, po më bën më një mirë se për shoh që deri dikun ja kena qellu edhe kur po shoh që vazhdimisht po rritet audienca, po gëzona me të drejtë. Faleminderit shumë. Faleminderit Gili, edhe njerë faleminderit që na bot pjesë, edhe shumë suksese, edhe ka qenë kënaqësi edhe jona me ju mbështetë, me ju përkrah. Faleminderit shumë gjithashtu edhe për neve. Faleminderit shumë.